Tani jemi tek momenti juaj I preferuar. Jemi tek parashikimi I horoskopit me Elena Demollarin, si gjithmonë. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Përshëndetje. Përshëndetje Elena, si je? Mirë, si të kam ty? Si të ka shku? Mirë, shumë mirë. Me energjitë si ke qenë? Mirë, kam pas edhe ato energjitë negative, kam pas dhe energji pozitive, por Mirë. ja kam përballuar. Gjithmonë I përballon ti. Po, normal. Cili është sekreti yt që I përballon të gjitha energjitë negative dhe të gjithë komentet negative? Për komentet negative nuk, do të thëmish, kam shumë zor me zero, nuk I vë shumë rëndësi. Kurse komenteve pozitive I çoj ose një sy magjik ose një zemër. Një zemër, ose në momenti që e kuptoj që një njeri që mund të jetë toksik ose mund të ketë një energji negative e kuptoj nga në telefonit. Si e kupton? E kupton se më jep direkt dhimbin e kokës. Elena, çfarë je? Jam çik mistike, unë jam çik shumë mistike. Vetëm unë që të njohet di se si je ti. Ha, më thuaj në çik si jam. Ti je shumë pozitive, je edhe shumë misterioza. Jam misterioze. Edhe I kupton gjërat kështu. Po. I kap në ajër gjërat ti. Po, është e vërtetë, unë kap gjërat në ajër, I kap gjërat kështu, mund t'i bëj një analizë, po gjërat I kap në ajër, ose dikush që mund të bëj diçka, ose mund të transmetoj një energji negative, ose mund të bëj një manipulim, ose përgatitur të më kap gjërat në ajër. Elena Demollari pra? Më normale, mistike, e misteshme. Tani, do nisim me Po, do bëjmë parashikimin javor të gjitha shenjave të horoskopit për të parë gjithmonë me letra tarot, për të parë energjinë e tyre si do jetë këtë javë. Nisim me shenjën e dashit. Dashi do ketë një ngritje ekonomike, financiare nëse ka biznesin e tyre, zanati I tyre, fejesa, martesa, projekte shtëpie nëse kanë menduar për një blerje shtëpie, për momentin mund t'i kem pak gjërat, mund t'jenë duar lidhur, këmbë lidhur, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Mërkuri mund t'i japi pak rëndes psiqike, psikologjike, po do manifestoj, do I kapin situatën në dorë, duhet të shmangin në sherë debatet, konfliktet, mos marrëveshjet nëse kanë bëjmë me çështje pronash, nëse kanë bëjmë me çështje pronash, duhet të shmangin dhe përsëri kanë një pozicion të mirë. Duhet të kenë kujdes në marrëdhënien e tyre ose në punën e tyre, se mund të kenë një humbje parash, mund të kenë një krisje në partneritet të distancuar të larguar, pavarësisht që mund të janë pak të mërzitur, por universi do t'japi lajme të bukura, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do gjenë qetësi dhe shërim shpirtëror, më përpara do marrin lajme të mira dhe do gjenë një qetësi paqësore. Por shenja dashi do ketë një energji pozitive dhe do ketë, pavarësisht që mund të ketë harxuar dhe lek, mund të ketë bërë një shpenzim ose një financim, në fund fare do ketë stabilitet. Shohim Demin. Demi për këtë javë duhet të ketë kujdes nga persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre, shpifi martore dhe pjesërisht kanë spionazhin. Dema do jenë në pritje të shumë lajmeve, por duhet të kenë kujdes gjatë javës, një femër ose një mashkull mund t'ia prisi gjërat në mes dhe mund t'i sillë dhe të zeza. Do bëj një udhëtim të gjatë, do përballen me persona që kanë mundësinë për t'ia dhënë një shans, por një lajm do e marrin të mirë. Një lajm do e marrin të idhur, udhëtim tregëtie biznesi, duhet të ecin përpara, mos e kthejnë në kokën mbrapa. Kanë kaluar çka ka kaluar, por mos e kthejmë në kokën mbrapa. Kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, kërkojnë drejtësi, do dalë drejt atyre, nëse kanë bërë me pronat, do bëhet një problem I madh, do kenë një ngritje ekonomike financiare, kanë një intuit fort, një kanë karakter të fortë, duhet të japin koraj vetes, duhet të japin forcë vetes, domethënë kanë një energji, janë të fuqishëm. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë pozicion të mirë, nëse kanë bërë me seanca gjyqësore mund të falen. Rotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe nëse kanë kundërshtar do largojnë nga jeta e tyre, do kenë nisma të re, do ecin përpara. Dema do jenë me fat. Shohim për binjakët. Binjakët shumë konfuz, duhet të kenë kujdes sidomos këtë javë binjakët, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, pushim pune, një dorë që nga puna dikush do e presin ves ose e ka pren ves, po duhet të ketë kujdes nëse një binjak në parafisin e tyre ose në shoqërinë e tyre
Ka njeri në burg, lirim nga burgu. Lidhje dështuar mandrat kota, do jenë pak konfuz, do të çekuilibrojnë gjërat, një person i tretë ka ndërhyrë në marrëdhënien e tyre dhe duhet të kenë kujdes nga persona të maskuar, do kenë një stabilitet, do kenë rrugëzidhje, duhet i besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre, po shikoj dhe binjakët mbakan shumë sekrete, shumë mistere. Kanë qarë, kanë lotuar, shikoj që mund të kenë edhe një prishje planish, një palimentim, po mund të jenë edhe prak të vrash shpirtërisht në lidhje me dashurinë, janë shumë luftarak për veten e tyre, do ecin përpara, pavarësisht që mund të kenë edhe këto një prishje planesh, falimentim, do ecin përpara dhe në fund fare nga ana shpirtërore do gjenë një qetësi shpirtërore binjaka. Po duhet të jenë, sidomos këtë javë, duhet të jenë të kujdesshëm shenja binjakëve. Gaforia Klea. Gaforja. Gaforja do jenë shumë zemërtyr në lidhje. Gaforet kanë pasur një lidhje dashurie ndau bashkoj, një divorci ndarje dhe jenë shumë zemërtyr në lidhjen e dashurisë. Mund të jenë pak gjendja ankthi, energjitë negative, mendime të këqija, janë super të mingarkuar, kanë një mingarkesë mos marrin opinionet e tjerëve, duhet të jenë më stabil, kanë pasur pengesa, por do i kalojnë këto pengesat, me një vendimari do marrin një vendim. Do kenë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim i shtetit, gjërat këtë javë mund t'i kenë të ngrira, por përsëri universi do mendoj për ata dhe do jenë stabil, po duhet të kenë kujdes në dashuri se do jenë pak zemërthyje në dashurinë e tyre. Të shohim të shenja Luanit. Luani. Janë qiks këta luanët janë qik tradhtar. A shumë, Po si mendon luanët i Klea? Se di, s'kam pas të bëjnë ndonjëherë me luan. Si kur të presin në bezë, kur presin kanë interesin bezë, e tyre. Luani duhet i besoj intuitës të tyre, energjisë të tyre, duhet t'japi kuraj vetës, duhet t'japi forcë vetës, nuk është e sigurt, nuk është stabil, thot ndoshta po, ndoshta jo, me një vendimari do marri një vendim, në punën e tyre, në profesionin e tyre do ecin përpara, po duhet të kenë kujdes me shoqëritë nisit falso. Mos marrin opinion tjerëve, duhet të ecin përpara, duhet të kenë kujdes nga personat që janë materialistë, duhet të ketë kujdes sidomos këtë javë, dhe dikush do ta gjinjë të mashtrojë të manipulojë dhe mund të bjerë në kthetrat e djallit ose personave negativ. Do ketë takime, telefonata, rikthime, mund të ketë një rikthim i dashur ose një dashure, çdo situatë do të dalë porishëm, pejesa martesa tavolin. Ditëlini do gëzohen, me një vendimari do marrin një vendim. Por luanët duhet të kenë kujdes se dikush gjatë javës do të tentoj ta gjinjë, ta mashtrojë, ta manipulojë. Jemi te shenja jote? Virgjëresha. Virgjëresha, se po flasim për gjithë virgjëreshat. Të gjitha. Për të gjitha, kanë qerë, kanë lotuar, për 3 kërkesa janë refuzuar, për një person që kanë upur, për 2 përgjigje do pashtrojnë dhe të ngrenë kokës se urën e kanë akoma në sfond, kanë akoma për të kaluar. E kanë ndirë vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në patë, një tragjedi, një fatkeqësi në burg, sikur janë në një kështjell dhe nuk po dalin dot nga kështjella, por duhet shlirojnë nga bllokimet që kanë, ose kanë bllokime mentale. Do kenë ribashkime, nga ana financiare do jenë të kompletuar, do kenë përfitime nëse kanë biznesin e tyre, do kenë përfitime në biznesin e tyre, do bëjnë udhëtime të gjata, dikush do i kërkojë të falur, do kenë ndryshime. Do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, në një transformim, do marri lajme të mira, nëse kanë me dojnë dokumenta për pasaporta, do marri lajme të mira. Në fund fare do kenë një energji pozitive, pejesa martesa 7 zani dhe kanë diellin letër më pozitive të tarotit. Pavarësisht që mund të kenë kaluar situata të vështira, dielli do i digit të gjitha dhe do kenë një energji pozitive virgjëresha. Bravo virgjëreshat. Atëherë jemi te peshorja. Pastaj do bëjmë një përzierje të letrave që të shohim dhe shenjat e Shenjën tjera. më fat. Do e themi në fund fare. Peshorja, gjërat i ka pasur të turbullta, por do ketë qartësime, do ndryçojnë yjet përsëri për ata, janë në pritje disa lajme, do marrë lajme të mira, mund të marrë lajme në punë, fat, dashuri, biznes, çështje parash. Dashuri pasionante, pengesa dhe xhelozi mund të jenë pak të bllokuar në punë, strese, mërzitje, bllokime, po do stabilizojnë gjërat e tyre, do kenë rrugëzidhje,
Ngritje ekonomike, financiare, shikojnë drejt horizontit të largët, dëshira e tyre do i plotësojë, do i duket se kur do kapin botën me dorë, energji pozitive, diçka e re po i vjen, agjensia udhëtimi do marrë një përgjigje për po, mund të kenë një takim të rastësishëm, duhet të kenë kujdes me persona që janë me dy fytyra, kanë nevojë për qetësi, për relaksim, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, nëse kanë bëjnë me seancë gjyqësore drejtësi, do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Akrepi do filloj me kontrata puna, firma, dokumenta, me një vendimari do marrin një vendim, janë të mërzitur për 3 kërkesa, po 2 përgjigje do parashtrohen për një person që ka humbur. Shikon drejt horizontit të largët, nëse kanë bëjnë me drejtësinë do dalin të fituar seanca gjyqësore, drejtësia, dokumenta do dalin të fituar, viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po. Çështje institucionale do marrin përgjigje për po. E kanë dhënë vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat, po duhet të shlirojnë nga bllokimet që kanë. Do kenë ribashkime, dashuri, do kenë ribashkime, një djalë, një vajzë, do bëjnë një propozim, mund të jetë një lidhje e re, një partneritet, një ortak, një partneritet, një ortak, do kenë përfitime të vogla në lek, me një vendimari do marrin një vendim, do me thonë duhet të ketë kujdes nga personat vejusha të ndarë, të divorcuara, persona që japin një energji negative, ose persona që japin janë të ftohta në komunikim, fejesa martesa tavolindit lini, udhëtimet të gjata, dikush do të kërkojë të falur dhe janë në transformim akrepat. Do i ndryshojnë gjërat, si në punë, si në dashuri, si në familje, do vdesi një epokë vjetër, do rilindi një epokë re. Do të thonë, do vdesi një fundi ciklit, është një fundi ciklit të vjetër dhe po vjen një cikël i ri. Por në fund fare do kenë një energji pozitive, fejesa martesa 7 zani, prike fëmijët dhe kanë letrë më pozitive të tarotit, diellin, që dielli i përfshin të gjitha, pavarësisht situatave që kanë pasur, në fund fare do dalin të fituar akrepat. Tani jemi tek shigje. 13 i bjen kinezçe, 13 shenja, kurse ne kemi 12 shenja. Okej, tani jemi tek shigjetari. Shigjetari më duket se do filloj me çështje parash klea. Ngritje ekonomike financiare nëse ka të bëjë me biznesin, nëse ka të bëjë me tregëti, do ketë një ngritje ekonomike financiare. Duhet të ketë kujdes nga persona të tretë gjatë javës, ndikush do ndikoj një person i tretë mund të sjellë re të zeza. Është një person që punon, do ketë përfitime, duhet të ketë kujdes nga persona që pjesërisht mund të kenë spionazhin ose persona që mund të japin një energji negative, ose mund t'ia ndërpresin gjërat në mes, do dalim çik nga vetja, por përsëri do stabilizojnë gjërat. Do jenë pak konfuz, do kenë shumë gjëra përpara vetes, nuk e di se çfarë do zgjedhin, do kenë një intuit fort, një energji të fortë, do përballen me persona që do e kenë mundësinë për ta ndihmuar dhe një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur. Udhëtimi, tregëtia e biznesit duhet të ecin përpara. Më përpara i kanë marrë vendimet të nxituara, po do kenë nisma të reja, perspektiva të reja dhe do kenë aventura të reja si në punë, si në dashuri, si në familje. Do kenë një energji pozitive shigjetare. Jemi te Britsjapi. Mbaka shumë sekrete. Atëherë po shikoj te Britsjapi, mbaka shumë sekreta, shumë mistere, shumë mistik, do me thënë gjëra që nuk i din, por do vi një kohë që do i zbulohet dhe çdo gjë sheshit do dalë sheshit. Mërkuri ka dhe një rëndë psiqike psikologjike do manifestoj, do ketë një ngritje ekonomike financiare, është në pritë disa lajmeve, dhe gjërat i ke pasur të turbullta, po do ketë qartësime, mund ta ndjer vetëm pak të bllokuar, por përsëri do ketë çlirime, do marri lajme të mira, udhëtime të gjata, dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familjen e tyre, do kenë një stabilitet, do i japin drejtim vetes së tyre, shikohet do marrin lajme të mira, nëse kanë bërë me çështje ligjore, seanca gjyqësore, drejtësi do marrin lajme të mira, do fillojnë me kontrata, me një vendimari do marrin një vendim, dhe në fund fare do janë të vendosur dhe do kenë në çdo drejtim që do drejtojnë, rrugët i kanë të hapura. Britsjapët. Tani jemi te ujori dhe dy shenjat e fundit, ujori dhe peshqit. Ujori duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, humbje pune, distancë, largësi të distancuar, të larguar, një krisje, një varfëri. Do jenë në kërkim të një shtëpie të ngrohtë, po duhet presin e pak. Nëse kanë bërë me çështje prona, do bëhet një problem i madh. Sherrë, debate, konflikte, konkurrencë, po përsëri ka një pozicion të mirë.
Do bëjnë udhëtime të gjata, një person i tretë ka ndërhyrë në marrëdhënien e tyre dhe në momenti që e ka lënë të mërzitur, e ka sharë, e ka tallur, e ka bullizuar, duhet të ketë kujdes me persona të moskuar, persona që i presin gjërat në mes, janë të mërzitur, po universi do t'i jap një dhuratë të bukur. Kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do dalë drejt atyre, do marrin lajme të mira dhe në fund fare do gjenë një qetësi shpirtërore, shenja ujorit. Jemi të shenja e fundit, që është peshqit. Peshqit në të kaluarën e tyre kanë kaluar trauma, aksidente, aborte spontane, operacione kirurgjikale, kanë qarë, kanë lëtuar, një prishje planesh falimentim. Dhe sidomos këtë javë duhet të jenë të kujdesër, kanë qarë, kanë lëtuar, mund të derdhe lot gëzimi ose i dhërimi, ose i kanë kaluar në të kaluarën e tyre. Për çdo njeri që kanë besuar, i kanë futur thika mba shpinë. Janë shumë luftarak. Do dalim pak nga vetja, po përsëri do e kapën situatën në dorë, mos marrin opinione të tjerëve, duhet të kenë kujdes se dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorëheqje nga puna. Tani po flasim për gjithë shenjat e peshqve. Nëse një peshk është në burg, lirim nga burgu, nëse ka të bëjë çështje institucionale, çështje ligjore, lirohet nga burgu. Do stabilizohen gjërat, mban shumë sekrete, por në fund fare do jetë shumë e fat. Çfarë ka? Kundërshtar do largojë nga jeta e tyre dhe do ketë nisma të reja, do ecë përpara. Në dashuri do jetë mirë, por duhet të ketë kujdes në biznesin e tyre, duhet të ketë kujdes dhe në rrethin shoqëror se mund të ketë dhe tradhti. Gjunaf. Po. Tamam gjuna. Inshallah. Këto ishin Klea. Atëherë Elena, kush do jenë shenjat më me fat dhe ku? Dhe kush do jenë shenjat më me pak fat? Shenjat më me fat për këtë javë do jenë binjakët, virgjëresha dhe demi. Binjakët do kenë fat në biznes, virgjëresha do ketë fat në dashuri dhe demi do ketë fat përsëri në biznes. Kurse më pak më shenjat jo me fat, për sidomos për këtë javë mund të ketë pak pengesa. Akrepi, shigjetari dhe ujori. Okej. Shigjetari, akrepi dhe ujori. Po, Shenja më dominante. Më dominante shtrat, demi, do bëjnë namin demi, për sidomos për këtë javë. Po shenja më që është. Më pak dominante. Si pëlqen ujori. Ujori? Ujori, po. Po shenja që do fejohet apo s'ka fejesa këtë javë? Do ketë, normale, se mund të jetë një virgjëresh, mund të jetë një peshore, mund të jetë këtë javë? Ose mund ta lirë nga shtatori tetor, por të them që sidomos se do vi dhe gushti, më mirë ta shtyjnë shtator tetor, se siç që thoshin kot e vjetra, plakat e vjetra mos u marton gusht se gushti ndan çiftet. Ashtu, a? Po, normale. Tani nisim me pjesën e preferuar të publikut tonë. Po. Mesazhet. Me mesazhe, po. Atëherë, jam një vajzë 30 vjeç, në fakt ndihem shumë bosh. Kam tentuar disa herë të njoh persona, në fillim nis gjithçka bukur. Pastaj çdo gjë ndërpritet si me gërshër. Shkojmë deri në fajesë dhe në fund prishet. Unë jam gafore. Të lutem më thuaj çfarë nuk shkon në jetën time. Ja të shohim energjinë e vajzës. Gaforja. Gaforja. Kjo tani është 30 vjeç, krijon marrëdhënie dhe në fund i prisha. I priten gjërat si me gërshër. Si me gërshër. Asaj në të kaluarën e saj është vidhur diçka nga e kaluara e saj dhe ajo nuk e ka kuptuar. I ka pasur gjërat e turbullta, po përsëri do qartësojnë gjërat dhe do ndryshojnë jetë për të. Është në pritje disa lajmeve, do marrë lajme të mira. Do të thonë është në pritje të diçka e të një drite, por duhet të presë edhe pak, do vi kohë e saj. Do vi kohë e saj. E ka ndjer veten të bllokuar si bllokim fati, është e bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, bllokime mentale, po duhet të çlirohet nga bllokimet që ka. Bllokimet që ka. Është në pritje disa lajme, do marrë lajme të mira, mund të marrë lajme në punë, në fat, në dashuri, në financë. Në financë do përballet me persona që e kanë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk ja japin një lajm do e marrë të mirë. Një lajm do e marrë të idhur, si gafore që është do bëj udhëtime të gjata, kërkon të drejtën e saj, të vërtetën e saj dhe gjatë rrugës do i shfaqet një princ i kaltër që do jetë shumë i sinqert, shumë i drejt për drejt.
shumë i drejtë. Me një vendimari do marri një vendim, pavarësisht që vajza ka kaluar situatat në vështira, gjatë rrugës së saj do i shfaqet dhe princi kaltër. Ua, mi vajza, urime. Tjetra, jam një vajzë. Krijova njohje me dikë, por sa e kuptoj që unë nuk isha e virgjër, me njëherë hoqi dorë dhe pse kishte ndjenja. U mundova shumë, sakrifikova shumë dhe në fund u largua vetëm nga ky fakt. Si do jetë ardhmja ime dhe e ti? Unë jam Luani, ai është Peshq. Tani për vizgjëri, tani jemi 2026, tani ku koha e në verit. S'ka më tani, vetëm shiko, njeriu nuk do ta paragjykosh. Çdo kush e ka një të kaluar. Çdo njeri ka një të kaluar, çdo njeri ka kaluar një traumë, ka kaluar një tronditje, por është mirë që s'duhet ta paragjykosh. Nuk ka tani edhe unë nesër pas nesër do bëhem vjerë, s'duhet paragjykos nusen. Apo jo? Pa. Bile unë jam mami moderne. Je fare me moderne. nusen. Edhe unë vetë di shpim vete. Super, kështu më mirë, Elena. Jo, më mirë. Atëre, goca? Goca ishte Luan, ai është Peshq. Goca Luani. Dikush ka hyrë në mendimet e saj, ka lexuar mendimet e saj dhe mund të jetë një person xheloz akmar që kërkon xhelozi akmarje, ose mund të jetë një femër, ose i mashkull për të betuar, ose për të akmer ndaj kësaj femre. Gjithot, unë këtë femër do e shkatroj. Është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune i pushim pune, ka të bëjë me persona që janë xheloz, Saturni mund t'i ketë dhe një çekuilibrim, mund të ketë ndalë nga vetja e saj, por do ketë rrugë zgjidhje dhe në fund fare do jetë shumë e patë. Pavarësisht që vajza ka kaluar situata të vështira, në fund fare do i dali fati. Ky çoni ishte një Luanit, ë? Peshore? Pa. Peshq. Peshk. Shoh që kam pasur një lidhje nda bashkohen një lidhje, një divorc, një ndarje, dhe nuk ka qenë një lidhje stabil, dhe djali nuk ka qenë stabil, do me thonë, tani, i thonë letre djallit përfaqëson dhe energjit negative, përfaqëson dhe forcat të errta, përfaqëson dhe akumulimin e energjisë negative të bllokon gjitha drejtimet, si në punë, si në dashuri, në fakt. Por shikoj që ky ka qenë çik materialist, do me thonë manipulues, se ka gënjere, ka mështruar, e ka manipuluar, dhe vajza mund të ketë rënë në kthetrat e djallit në gjuhë popullore, por duhet të ketë kujdes, nuk shikoj që këta të kenë të ardhme bashk, me një vendimari do marrë një vendim, nga ana financiare është i kompletuar, do bëj udhëtime të gjata, shikoj që e mendon si lidhje që ka pasur, por shikoj një person të tretë, por sikush do shikoj drejtimet e ndryshme, drejtimet e veta, nuk shikoj që këta të kenë ndonjëri bashkim. Më vjen keq për vajzën, por siç thash që gjatë rrugës vajzët do japet fati dhe do i shfaqet një princi kaltër, por që të them që ribashkim me personin nuk ka. Gjuna. Më vjen keq. Tani jo Elena na ka shkruar dikush nga Burgu dhe këtë e kam hap nga requestat e mi në Instagramin tim personal. Po. Përshëndetje Klea, moderatorja ma yll. Po të shkruaj nga Burgu. Po, kam edhe klienta nga Burgu, kam pasur dhe klienta më kanë marrë nga Burgu dhe më kanë dashur dhe parashikim, dhe në momentin që kam parashikuar i kam thënë, dëgjoj, ti mund të dalësh për 3 muaj, 6 muaj, 7 muaj, 9 muaj brenda 10 mujoshet. Dhe mba 7 muajve, 10 muajve më kanë marrë, më kanë thënë që jam filan fistëku, kam dalë nga Burgu, të falenderoj. Bravo. Po, më thuaj. Përshëndetje Klea, moderatorja ma yll. Po të shkruaj nga Burgu, unë jam Dem, thuj astrologes. A do kem na herë takim me ty, qoftë edhe me të pa një herë live përballë. Edhe kur me ty, kur të dal nga Burgu se jam në pritje. Thot tani thuj ai Elenës, kur të dal nga Burgu se jam në pritje. Dhe a do ma shtyjnë ma. Për shenjën tane, nuk e di se qa je, thjesht unë jam Dem. Në rast të parë, për gjithë persona që kërkojnë takim fizikisht, nuk takojnë njëri se puna ime është online. Dhe për shkak të angazhimeve
transmetimeve televiziveve nuk kam kohë. Po, e kishte për mua. Për ty, unë thash se për mua. E kishte për takojmë mua. takojmë bashkë. E kishte për mua, thot, shifë, nuk e di shenjën shenjën time, se që shenjë jam unë. Po. Thjesht unë jam dem, thuaja do e takoj ndonjëherë live, qoftë edhe për me e pa. Tani, ai Demi që është në burg kërkon të takoj ty live. Po. Po, nuk e di se mali me mali nuk piqet, por njeriu me njeriu piqet. Okej. Edhe shikoje kur do dali nga burgu se është në pritje. Okej, të shohim. Demi, ti me djalin do takosh, po do jetë kohë e largët. Olena, që thua? Po pra, a deshte me u taku me ty? Do jetë kohë e largët. Okej. Trije me shpresa do me thënë. Tani me shpresa, thash, tani për tani, që them nesër pas nesër jo. Ai mund të takoj mbas 3 muajve, 6 muajve, ose mbas 1 viti. Më kupton? Tani mund të jeti që nesër, nuk i dihet Zoti se çfarë bën, se del japin dyr del. Djali, shenjë Demit, në të kaluarën e tij, ka kaluar trauma, aksidente, operacione kirurgjikale, ka qenë kalëtuar një prishëplanesh, falimentim dhe është shumë i vrarë shpirtërisht, probleme me shëndetin. Mund të ketë kaluar, mund të ketë ndruar jetën ndonjë personi familjes, ose është i vrarë shpirtërisht dhe çdo njeri që i ka besuar i ka futur thika pa shpine. Gjunaf. Gjërat i ka pasur të turbullta, nga yt, po përsëri do ketë qartësime. Me sa po shikoj unë, djali në burg ka hyrë për sherr, për debat, për një konflikt. Sherr, debate, konflikte duhet të shmangi debatet, konflikteve, mos marrëveshjeve, një konkurrencë. Nga ana shpirtërore do gjë një qetësi shpirtërore. Është i mërzitur, po universi do t'jap një dhuratë të bukur. Ka qenë kalatuar për 3 kërkesa i refuzuar, 2 do parashtrojnë, pa ka akoma për të kaluar. Është konfuz, nuk e di se çfarë të bëj, është shumë mistik, se demat të kanë misticizmin, mban shumë sekrete, janë dhe shumë shenjtor shenja Demit. Por duhet t'i besoj intuitës të ti, energjisë të ti. Për momentin është i blokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat, dhe mund të ketë dhe një blokim fati. Do ketë përfitime të vogla, do bëj një udhëtim të gjatë, të thash, do bëj një udhëtim të gjatë, dhe ky udhëtimi do jetë lirimi ti nga burgu. Se tani, udhëtim s'ka ku bëse, nga burgu në obor, po do bëj një udhëtim të gjatë, dhe do ketë shumë mundësi, do i ketë rrugët të hapura. Dhe do ketë ribashkim. Por tani, ribashkimi ty do takohet, por nuk të them do të që nesër, por mund të them 3 muaj, mbas 6 muajve besoj se po, ose mbas 10. Olena, qaroj që takimi i herë, është Tani thjesht njëri që unë nuk e njoh. Takim. E kam marrë nga requestat e mi të Instagramit. Shiko, ai në qoftë se do një takim me ty, do me thënë kërkon të falenderoj ty si person. Më kupton? Po për çfarë më falenderoj mua që i pam horoskopin? Po që i pam horoskopin, se horoskopi deri diku shikoj që ky ka kaluar shumë tragjedi, fatkeqësi në jetën e tij, deri diku është i bllokuar, është shumë i misteshëm, por mund të jetë shenjtor, mbas shumë sekrete mistik, ka qarë, për kërkesën e refuzuar, do ketë përfitime të vogla dhe në fund fare do ketë dhe një ribashkim. Por shikoj që e ka dhe një mundësi për të dalë, po s'mund të them dot që do dali që nesër, se në fundin e fundit parë shikimi e letra është, se në fundin e fundit si jemi Zoti. Fiks. Mirë, takimi im mos të sharoj çik se s'është takim dashuror, se ne nuk njihemi Elena se na ndave. Takimi jo të thash mund të jetë brenda 3 mujosh, 6 mujosh, 10 mujoshit. Që ai mund të dali. Do vesh të takosh ti në burg. A shkoj unë bark me ty? T'ja plotsojmë dëshirën djalit. Ky pra të dashur miq. Ky pra të dashur mbështetësit e mi. Kjo pra ishte fundi i programit. Audienca ime e dashur dhe publiku im i dashur që ju dua pa fund. Po normalisht i duam pa fund, gjithmonë në vibe. Gjithmonë në vibe me Klea Kica, Elena Demollari. Bravo. Ja pra kështu erdhi fundi i këtij programi, bashkë të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Tjetër do marrim filxhan me kafe, do shkojmë filxhanin live. Do pyetje se por shikonja komentet kur kemi bërë videon e parë dhe por shikonja komentet pse mirë në studio këtë pasxhore dhe po çështja me vetë. Ishte autoironik kjo. Ishte ironi, ishte dhe po nëse edhe mund ta marrim filxhanin. Po do e marrim normale, por derisa do bëjmë me emisionin e mëngjesit, do marrim dhe filxhanët me logon Media 60. Po, edhe do shohim dhe filxhanin. Filxhanin. Dhe
po çështja me komente, tash mirë tani unë letra tarot di që bëj astrologji, po filxhanin s'po shoh doj filxhan. Po nëse ti filxhani lidh me Dhe letra me tarot, bukura, po thjesht ne do i improvizojmë. Me bukura se nuk i bëra komente, se po ti bënja komenti do i fshinja prap. Edhe me bukura thosha, marr me gjej pas xhore se jam kurioze të shkojmë ne të dyja ta di të kaloni dashur apo të kaloni dashuri. Fiks, do ta bëjmë dhe këtë me filxhan, është shumë ide e bukur. Do e bëjmë. Ju premtojmë që do bëjmë shumë gjëra të tjera të bukura përveç historive që i bëjmë tani, është hera e dytë që ne tregojmë histori. Po, është e dytë. Kush është interesuar të më kontaktoj dhe në numrin tim të telefonit, në TikTok, në Instagram dhe në faqen e Facebookut, por historitë tuaja, por ta dini që nuk është me kamër, se tonë që bobo do dali me kamera. Ruhet privatësia. Nuk është me kamër, nuk është, po është vetëm me voice, do njifet vetëm zëri juaj. Mund bëjmë diçka tjetër që mund bëjmë edhe në trashjen e zërit, që mos e kuptojmë njerëzit për historitë e tyre, në lidhje me dashurinë, me punën, me fatin, se ne kemi folur gjithmonë edhe për pjesën e magjive, bile unë kam pasur edhe një rast sot, që do ta flasim në herën tjetër, javën tjetër, se nuk kemi kohë shumë limituar, kështu që pachim nesër në orën 11 vibe me Klea Kicën. Bye. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.